mos votojmë për presidentin, duke qenë se në rast se për këtë arsye shkohet në zgjedhje, atëherë aludoni se rezultati do t'jetë akoma më i keq për opozitën? Po sigurisht do t'ishte, po pyetja kryesore është, mos t'i shmangni, pyetja kryesore është, pse nuk do t'a votonin eventualisht kandidatën për prezident, sidomos nëse kandidate edhe për një mandat është Vjosa Osmani. Do t'ishte tjetër situatë, nëse do t'ishte në pyetje një personalitet, në këtë rast Vjosa Osmani, për cilën mund thuhet se vallan qëtë mandat që e ka lej diqysh, pse ka kry punën e vetë si duhet, e ka kry punën mirë, mrena kompetenca e kushtetuese që i ka. E për pozitën e Kosovës, për rrethonat në cilat ishmi, ishte shumë me rëndësi që Kosova përfaqësohet, prezantohet mirë në raporte me botën e jashtme, në fakt me miqtan ndërkombëtar që kanë merita kryesore për çlirimin e Kosovës dhe shtetbërjes. Vjosa Osmani është e pranuar mirë, e koordinon mirë edhe me kolegët e vet shtetet perëndimore evropiane, edhe me administratën amerikane, mos harrojmë. Prandaj këtu nuk shtrohet bile pyetja a duhet tash t'i thehen shtizat rreth ndaj kandidati tjetër, sepse unë personalisht si e përcjell situatën, unë personalisht kam arsye anu për askën, unë nuk e shoh ndaj kandidat më të mirë, i cili Kosovën do të përfaqësonte nga pozita e funksionit kryetarit, ma mirë se Vjosa Osmani, një mandat e ka kalu, edhe një mandat, gjatë edhe një mandati, gjinët e i ri, po ashtu kandidati mirë, tash për tash nuk po shoh tjetër kandidat më të mirë, nëse më pyetni për bindje personale. Pra nuk ka një figurë më të përshtatshme për ta pasur president në këtë kohë se sa Vjosa Osmani. Por a mendojnë kështu partitë e opozitës, vllasi, duke qenë se kanë pasur goxha kritika për presidenten për gjatë kësaj kohe? Shiqo, sot nuk ka funksionar në një detyrë për cilin dikush nuk ka kritika. Por duhet të kritikat të dallojnë. Çka është kritikë me vend, e arsyeshme, e çka janë do inate dhe teke personale. Këta të opozitës, Vjosa Osmanit, ja kanë inati, sepse faktikisht kjo bashkë me Albin Kurtin kanë dalë, si thëmë, nga një folje politike, vetëvendosja, po kjo e ka një parti guxoa, si i thojnë, ama që aty bashkë. Mirë po, qëto 4 vjetë, të dy kanë funksionu mirë. Vjosa Osmani nuk mund thuhet që ka qenë, si me thonë, si pataric e Kurtit e qeverisë, kur ishin do situata, kjo i bëj këto vretje me vene dhe qeverisë. Ato jo mos lujnë bigjoz me mishte jashtëm, jo do sene asit. Ashtu që nuk janë të arsyeshme si kritika objektive, po flasë, a për inate personale, për kalkulime personale që shdim na ka herë, ajo tjetër punë. Ndërsa propozuesi partia më e madhe, vetëvendosja, që ka drejt del me propozim për kryetar, unë nuk besoj që kanë kandidat më të mirë se Vjosa Osmanin, që e kanë pas dhe ka qenë kandidate e ty në edhe në këtë mandat që po kalon. Qartë. Dërga që